Banorët e fshatit Rjoll kanë organizuar edhe sot një protest pranë kantierit ku po ndërtohet një resort turistik. Protestës janë bashkuar qytetarë të tjerë nga qytete të ndryshme të Shqipërisë duke rritur numrin e pjesëmarrësve dhe tensionin në vendngjarje. Situata u përshkallëzua kur protestuesit u përplasën me forcat e policisë të cilat ishin të pranishme për të ruajtur rendin dhe sigurinë. Si pasojë e përplasjes, disa protestues janë arrestuar ndërsa disa të tjerë kanë pësuar lëndime dhe janë dërguar në spital për ndihmë mjekësore. Përplaset me uniformat blu ishin sot shumë agresive, uniformat janë tregu shumë pa drejta, i kanë kap Dilmoqa që nga kanë ardhur në mbështetje nga Durrësi, i kanë futur fugon dhe i kanë dhunu. Për këtë do përgjigjet policia e shtetit sepse nuk ka asnjë të drejtë të dhunoj protestuesit. Ju pe shihni vetë se çfarë bën policia në këtë popull, si nuk e ka bën as Iran as Ukraina, se ka bën në Iranin, çfarë të bën policia e shtetit në këtë popull. Tyre ku kena drun e huj si na i kanë thyer kamën, në zonja. Ta hapin kamrat aty. Tyre ku si s'mund luj venit. 2-3 veti ka marrë policia kot. I bajmë thirrje dhe i hesh spakut. I bajmë thirrje gjykat Shkodrës. I bajmë thirrje ministrit dhe kryeministrit Edi Rama. Që na i hekin ta kriminala polic shpejton se ne po na sjesin punë e po na shkallbojnë e po na lënë në rrugë malle. Ndërkaq, banorët e fshatit Rjoll kanë deklaruar se do të vazhdojnë protestat derisa të shqyrtohet situata dhe të merret parasysh zëri i komunitetit lokal.